Emrin e ka në gjep, por atë nuk e nxjerr rrugës ka shkon t'i takoj 57 deputetët e partisë së tij. Tash jam duke shkuar në mbledhjen e grupit ton parlamentar, besoni që nga pak edhe unë jam kurrishtar përsi. Glauko Njufca është kandidati për president që Lëvizja Vetëvendosje e bëri publik vonë pas ditët të mërkurën 30 orë para skadimit të afatit për votim. Partia e Konjufcës e ftoi opozitën t'ia propozojë një kundërkandidat, madje duke ia ndihmuar edhe me nënshkrimet. Por një të tillë nuk e ka në plan ta nxjerrë partia më e madhe opozitare. Ne kemi kërkuar që paraprakisht të dakordohemi që presidenti të zgjedhet i propozuar nga rrota e Partisë Demokratike të Kosovës në emër i dinjitetshëm, që s'do thotë mbrana struktura e Partisë Demokratike të Kosovës, por mund të jetë edhe jashtë struktura e Partisë Demokratike të Kosovës, që ka atributet dhe kvalitetet që duhet të ketë një president. Partia e tretë nuk e mohon që ajo që tash mban postin e presidentes të kthehet tek ta. Takojnë të ardhmës, si parti parlamentare kemi qenë të gatshëm të marrim pjesë në dialog, në diskutime, të vim deri te një emër konsensual ose përmes një marrëveshje politike. Gatishmëria jonë e LDK-s ka qenë totalisht në dispozicion. Kretë kjo zvarritje deri në momentet e fundit për AK-n ka qëllim që ta nxjerrë fajtor opozitën për krizën. Që një ngërç politik dëshiron të kthehet në një interpretim kushtetues vetëm që të zvarritet procesi. Në këtë frymë u vlerësua se zgjedhjet e reja janë të evitueshme dhe jo të domosdoshme.